Maskat dhe kostumet shumëngjyrëshe kanë pushtuar sot pazarin karakteristik të Gjirokastrës. Kjo është atmosfera që ka përcjell qyteti Gurt, ku fëmijët e kopshteve dhe nxënësit e shkollave u bën pjesë e organizimit të karnavaleve. Veshur me rampanzën dhe festojmë ditën e karnavaleve. Unë sot jam veshur si Arieli, princesha ime preferuar, me flokë të kuqa dhe sot është dita e karnavaleve dhe unë jam shumë e lumtur që po festoj me shkollën time. Këtu është bërë një atmosferë shumë e bukur, feste për këtë ditë të veçantë. Kalojmë shumë bukur. Mua më pëlqen shumë të vishem si zanë, se ato plotësojnë shumë dëshirat e fëmijëve. Pëlqen shumë karnavale. Pse ke zgjedhur këtë kostum sot në ditën e karnavaleve? Sepse më pëlqen të bëjmë policë. Ju duket atmosfera këtu? Shumë mirë. Unë jam mbretëresha e Egjiptit, Kleopatra. E kam veshur këtë kostum sot sepse më pëlqen. Të pëlqen kostumi apo të pëlqen Kleopatra? Më pëlqen edhe kostumi edhe mbretëresha që quhet Kleopatra. Unë jam Zana edhe sot është festa e karnavaleve. Me veshjet e personazheve të tyre të preferuar të filmave vizatimor dhe numrat artistik të performuar nga vetë ata, i dhan jetë qytetit të Gurt. Festimet fillojnë këtë fundjavë, startoj me karnavalet 2026 në sheshin e Çerçizit. Sot, të gjitha shkollat dhe kopshtet e qytetit do të ndriçojnë këtë shesh akoma më shumë me paradën e tyre të kostumeve. Më vonë, gjatë pasdites, në orën 6, trupa e teatrit Zihni Sako, si dhe një surprizë e vogël nga Shkodra, do vinë dhe do bëjnë një paradë me kostume veneciane. Më pas, sheshi i Çerçizit do të gjallërojë me muzikë live me Sardi Strugoj dhe grupi Links. Ju presim në Gjirokastër. Është edicioni i 6 i karnavaleve që organizohen nga Bashkia Gjirokastër në bashkëpunim me Zyrën Vendore Arsimore, që do të përfundojë të shtunën në mbrëmje me djegjen e dordolecit në sheshin Çerçiztopulli.